Luan Gazaferi nga partia Guxo, i cili në zgjedhjet e fundit garoi si kandidat për deputet në listën e lëvizjes vetëvendosje, ka reaguar pas publikimit të disa bisedave të ish-ministrit për komunitete dhe kthim, Elbert Krasniqi, ku flitej për sigurimin e votave nga lista serbe për krijimin e një qeverie të re. Në këto biseda Krasniqi thuaj se kishte siguruar 4 vota nga deputetët e listës serbe për të votuar qeverinë e Kurtit. Në një postim në rrjetet sociale, Gazaferi ka komentuar këtë zhvillime duke thënë se nuk duhet të ketë habi pse deputetët e listës serbe janë të gatshëm që ta votojnë qeverinë e udhëhequr nga Albin Kurti. Sipas tij, kjo është pasojë e veprimeve të qeverisë Kurti për çlirimin e veriut nga dikimi kriminal i Milan Radojqiqit dhe grupeve të tij. Normal që e votojnë Albin Kurtin sepse i ka çliruar nga Radojqiqi dhe bandat e tij në veri. Kur nuk është vonë me njohur zyrtarisht shtetin e Kosovës si shtet të vetin dhe të shkëputen nga fuqishi e Radojqiqi, sikurse deputeti tjetër serb, Nenad Rashić, që moti e ka pranuar Kosovën si shtetin e tij, ka shkruar Gazaferi. Ai thekson se vota e çdo deputeti është e drejtë, kushtetuese dhe askush nuk mund ta ndalojë një deputet që të votojë në përputhje me bindjet e tij politike. Askush nuk mundet me i ndal deputetët e kuvendit që të votojnë, qoftë pro, kundër apo të abstenojnë. Kjo është e drejta e tyre kushtetuese dhe nuk mund të kontestohet, thekson ai. Gazaferi ka mohuar gjithashtu që të ketë ndonjë marrëveshje apo koalicion midis lëvizjes vetëvendosje dhe listës serbe. Sipas tij, votimi eventual i deputetëve të kësaj liste për një qeveri të re nuk përbën as koalicion e as bashkëpunim të strukturuar. Rëndësi ka që Albin Kurti nuk ka marrëveshje me listën serbe dhe as në një koalicion me ta. Vota është e drejtë individuale dhe kushtetuese e deputetëve. Dhe kjo nuk është diçka që mund të ndalohet apo që nënkupton ndonjë aleancë politike, ka përfunduar Gazaferi mendimin e tij. Deklaratat e kandidatit për deputet vinë në një moment të tensionuar politik në Kosovë, ku po diskutohen zhvillime të mundshme për formimin e një qeverie të re dhe spekulime për negociata në prapasken për fshirë votat e komunitetit serb. Reagimi i Gazaferit synon të jetë dritë mbi legjitimitetin e çdo deputeti për të votuar dhe të zbuzë çdo insinuat për marrëveshje të fshehta mes partive shqiptare dhe listës serbe. Kujtojmë se 2 ditë më parë bashkëdrejtuesja e partisë Guxo dhe njëherësh ministrja në detyrë e punëve të jashtme të Kosovës, Donika Gërvalla, foli për mundësinë e një rreziku që disa deputetë e listës serbe ta votojnë qeverinë e re të Kosovës me në krye kryeministrin Albin Kurti. Ekziston rreziku që ata kur e shohin që ne i kemi numrat të japin votën dhe ky rrezik na është komunikuar tash së voni, ka thënë ajo në një intervistë televizive. Një gjë e tillë sipas Gërvallës është mirë e menduar dhe shërben për ta diskredituar para opinionit shqiptar këtë koalicion. Është një paralajmërim që mund të jetë një pjesë e tyre, mund të ketë një ndarje të listës serbe që për të diskredituar para opinionit shqiptar këtë koalicion e japin votën të cilën nuk ua ka kërkuar askush, dhe ne duhet ta përgatisim opinionin që një gjë e tillë mund të ndodhë, ka nënvizuar ajo. Kryediplomatia kosovare mohoi në mënyrë kategorike çdo bashkëpunim eventual me listën serbe nga ana e vetëvendosjes apo partisë Guxo. Ne jemi shumë të qartë se me listën serbe nuk ka bashkëpunim, nuk ka sot, nuk ka pasur dje dhe nuk do të ketë nesër, theksoi ajo.